إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për këtë fare dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është xumaja e parë pas Bajramit të Kurbanit, ku lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që të gjithë haxhilejrave Zotit tua këtë bë kabul haxhin e tyre, e gjithë ata që kanë prej dhe kanë thërë kurban për hir të Zotit xhel xhelalu, një ashtu Allahu tua bën kabul, dhe krejt ata të cilët s'kan pas mundësi të plotësojnë farzet e Zotit në këtë vit, Allahu tua mundson në vitet e ardhshme ya rabbul alamin. Ne do të vazhdojmë të ndajmë disa minuta para khutbës së xumas, që fletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe të shoqërojmë këto dy shpallje me komente dhe shpjegime të dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi në vazhdën dhe zinxhirin e haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij të titulluar El Adabul Mufrad, edebi i veçantë i muslimanëve, ku kemi ngel tek kapitulli të cilin ka emërtuar Imam Buhariu Da'awatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutjet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe ky kapitull paksa është zgjatur tek Imam Buhariu për shkak lutjeve të shumta që kanë ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Megjithse dietarët në komente kanë thënë se lutjet e pejgamberit alayhi salam janë edhe më tepër se sa ajo që ka sjellë Imam Buhariu në këtë libër, mirë po Imam Buhariu ka dashur të përmbledh disa më të veçantat nga lutjet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Lutja të nderuar xhamat është pjesë kryesore e fesë. Namazi, zekati, agjërimi, haxhi, të gjitha mund të përkthehen në lutje. Andaj edhe shpesh herë ne i komentojmë se ai i cili falet, edhe jep zekat, edhe agjeron, edhe bën haxh, me një fjalë ai lutet Zotit subhanahu wa taala. Herë i lutet me trup, herë i lutet me parë, herë i lutet me frenim dhe pengim nga ushqimi, herë i lutet në haxh e kështu me radhë. Pra, krejt këto i përfshin emri përbashkët lutja, duaja. Në ka hadith se duaja është palca e ibadetit, thelbi i ibadetit. Do t'i përmendim disa prej lutjeve, disa më kalimsi e disa duke i shpjeguar për shkak rëndësisë që e kanë në jetën e besimtar. Hadithi radhës që ka thënë Imam Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Muhamedi alayhi salatu wassalam thoshte në lutje, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, më ruaj nga paaftësia, më ruaj nga pamundësia, mos zëmban të paaft. Ajz është çdo paaftësi fizike, çdo paaftësi financiare, çdo paaftësi e llojit të cilën ka mundësi dora me e prek. Pra pejgamberi sa më kërkon të mbrojtë, o Zot, mos u mban të paaft. Pra më mbaj shëndetin, më mbaj mundësinë, më mbaj në këta aftësitë të cilat i duan besimtarit. Pastaj ka thënë wal kasal, dhe më ruaj o Zot nga dembelia. Dembelia nuk është paaftësi fizike as ekonomike, por është mungesë vullneti, ku ti gjërat i ki po s'ki vullnet. Ti gjërat i ki por s'ki vullnet. Supozojmë ti ujin e ki po të vend mërzi me mor abdes. Ti parët i ki po s'ki vullnet me dhon zeqat, s'ki vullnet me dhon sadaka. Ki parët i ki po s'ki vullnet me shkun hax. Domethënë e para ka të bëjë me paaftësinë reale, ndërsa e dyta ka të bëjë me paaftësinë e cila ka të bëjë me brendin tane. Pejgamberi sa ka bëu dua që Zoti ta ruajë prej të dyjave, edhe prej paaftësisë së brendshme dhe paaftësisë jashtme, dhe kjo është përsosëria e njeriu. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, wal jubni wal haram, ka thënë o Zot, kërkoj mbrojtjen tane nga friga, pitutës. Tuta është çfarë? Tuta është pengesë. Ti ka mundësi për shembull i ki parët, ki fizik, ki mundësi, po tutësh. Apo dhe tuta dhe friga ka mundësi me qenë natyrshme dhe ka mundësi me e kalu limitin.
Shumë për njerëzve nga frika s'bëjnë gjërat mira. E mos ta baj se ku më di që shumë del. Dhe duke bërë llogari të shumta, tuta e nal pi punëve të hajrit. Andaj sa për njerëzve nuk e japin për shembull zakatin se tutët se i mangësohet pasuria. Dhe të tjerët bëjnë manovra kinse nuk pi mbledhën parët kur, apo dhe ai menon se e mashtron Zotin e Madh xhel xhelal. Apo sa për muslimanë për shembull, ai realisht në kapitalet e tij sill më shumë parë se sa një njeri mesatarisht që ka parë. Pra është zekatli. Por çfarë bën? I sill në atë metodë që mos ti mbledhën bashk. Dhe këtë të manovra i di Zoti. Ti vend te hoxha e vet, hoxha unë a kam zeqat që shto e kam punën, ti juridikisht s'ki zeqat. Ama Allah e di se ti ke bërë çasi manipulime, duke i ngatru parët e tua vetëm më zvisht e zeqati. Këtë këto çfarë janë? Këtë këto janë tuta. I tuta ta ka bë. I ke ngatru parët e tua që më zvisht deri te zeqati. Andaj friga është e natyrshme, mirë po kur e kalon limitin, kur e kalon kufit dhe kur bëhet sidomos pengesë për punën e mirë, atëherë nga kjo frikë ka bo dua pejgamberi alayhis salam që Zoti ta ruje. O Allah, mos mban ashtu frikacak që të frikona pi punëve të mira, pi punëve të hajrit. Besimtari duhet me qenë i guximshëm në punët e mira, e me qenë çfarë? I friksuar për punëve të këqija. A ka për njerëz janë të kundërtën, janë guximshëm punë të këqija, e kur ti vjen puna e hajrit tutët. E sheh plot për njerëzve i thu për shembull, a morna një kredit, hujum para administratorës atje mënejna, para ka dalë të hijen e punëtor ka mënejna. Jo ki ala për para, çka i ta morë kreditin. A më bën mi thon se ta ka diçka. E sheh çishi tuta në kocin më të thellë tatina. Për çfarë arsye? Se është frigacak pi punëve të mira, i guximshëm në punë të këqija. Dhe kjo është prej asaj çka ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë wal haram. Ka thënë o Zot, më ruaj nga pleqëria e shtyme. Haram është pleqni, ama pleqni e lodht. Ka kërkuar mbrojtje pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë o Zot, mos u mban asnjë lloj plaki që s'jam mos për veten time. Pra me pas ti nevoj me të bajt dikush, me të ecë dikush, me të qumë banjo dikush, atër kjo jetë, edhe pse ti gjallë je, por ma mirë është me vdekë sa me qashtu. Për këtë asyri ka bo dua për nga mërë a.s. ka thonë Allahumme inni a'udhu bike minal haram. O Allah, mësë më qoqa si pleqërije, e cila pleqëri mban muë të nevojshëm për me mazgat dorën dikush me qku deri në nevojat e mija. Andaj ka kërku mbrojtje nga kjo lloj pleqërie e shtyer, e cila më nuk e lë njeriu me kanë i aftë për. Andaj edhe sot njerëzit apo thonë derisa jam kam te mia, jam mirë, sepse ti nuk ke nevojë për dikant tjetër. Gjithashtu ka bë dua pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu ka bë dua në vazhdimin e duas ve a'udhu bike min fitnetil mahya wal mamat. Ka thonë o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga fitneja e jetës dhe vdekjes. Cila është fitnja e jetës dhe vdekjes? Çdo fitne e cila të pengon nga imani prej dunjajës o fitne. Çdo punë në dunja që të pengon nga hajri i ahiretit, ajo o fitne. Edhe ti nëse thua që unë jam të punu një darën teme, nësa të largu pja ahiretit, ti në fitne je, në sprov. Nga se çdo gjë e cila të pengon në ardhmërin të anë, ajo fitne. Dhe e vdekjes, cila është ajo momentet ku ne kalojmë nga kjo dunja në botën tjetër. Ato janë momente kritike ku njeriu ka mundësi me degradu, me deviju, me thonë fjalë të rana nga vështirësia e vdekjes. Andaj Allahu xhelal në Kur'an përshkruan besimtarët se Allahu i forcon në momentin e daljes nga kjo botë, bota tjetër. Që është moment kritik. Apo i po njerëzit kur bojnë operime të rana, kur bojnë intervenime serioze, edhe mjeku djërsitet, marrin masat e veta dhe kejtë shuin. Pse? Se është gjendje kritike, ka mundësi me vdek dhe ka mundësi me pështue. Para mendon njeri kur të kalon nga kjo botë, bota tjetër, dhe ka mundësi nga shpërsia e daljes së shpirtit me thonë diçka që s'du të me thonë. O shemë s'po më vijet andej, s'po dua Zot me artë e ti, e kështu me radhë për i fjallëve. Apo andaj Allahu thot ju thabbitullahu alladhina, Allahu i forcon ata të kanë besuar bil qawli thabi, që ka thonë me fjallën e fort. Pse? Se njeri në ato momente i duhet për forcim. Jo rasish ka ardhë talqini para se me vdek njeri. Pse i thonë talqini? Sepse ai në ato momente ka vështirësi, e ne ja lecojmë me thonë thuj la ilaha illallah,
Thuaj la ilaha illallah sepse je dushku te Allahu subhanahu wa taala. Wa a'udhu bika min adhabil qabr. Pastaj ka bëu dua pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ka thënë: O Allah, më ruaj nga azapi i varrit. Sepse më një herë mas vdekjes ndëshkimi i parë është në varr para ahiretit. Ndëshkimi i parë është në varr. Andaj shiko me rend ka bëu dua pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe shiko pitë fillim prej të paaftësia deri te vorri. Këtë janë të lidhur njëra me tjetrën. Sepse paaftësia e jashtme dhe e brendshme, pastaj pleqëria, pastaj fitnet e dunjajës, edhe të vdekjes drejtë në varr dhe në fund ndëshkohesh. A ku ka nis të mungesa e vullnetit për punë, edhe të në fund je dënuar në varr. Dhe këtë kjo është e lidh njëra me tjetrën. Doa tjetër, e cila përfshin një pjesë kësaj doaje dhe shtesat e tjera, sikur që ka gjithashtu nga Anas ibn Malik se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ka thënë alaihi salatu wassalam: O Allah, kërkoj mbrojtjen tane nga brenga dhe mërzia. O Zot, më ruaj nga brengat dhe mërzia. Cilo dallimi mes brengave dhe mërzijave? Hem është çfarë? Është për atë e cila vjen e ki breng. A thu qish ka me dalë kjo punë? Do më thonë, brenga o për të ardhmen, qish ka me ja dalë qësoj, a thu mu i me kry këtë punë. Ama ajo puna shka tjetë u shqetsu, ala s'ka ardhë. E ardhmja. Kur tjetë shqetsimi për të kalumen, i thojnë mërzi, hazen. Ka thonë alej sëra dhe sem, o Zot, më ruaj edhe pi brengës, edhe pi mërzijës. Për çfarë arsye? Se që të dyja janë të panjohura për mua. Unë asë nuk e di nesër që ka ndodh, e asë në ndryshoja që ka dje ka kalu. Ti asë mund është me ndryshu djeshmin, asë në se di që ka ndodh nesër. Ka thënë alej sëra dhe sem, o Zot, më ruaj pi këtyre dëshqetësimeve. A njerëzit jetojnë me sëre dëshqetësimeve. Cila dëshqetësime? A që ka bonat kalumën, qka ka me bot ardhmën? Mes kësajna dhe kësajna shkatërohet njeri. Të kalumja ka shkue. Ti mund është me kajt edhe qatë vjetë sa i ki me kajt për të kalumën. Mund është me kajt gjdo dit për një dit qka ka kalue. I ke bot 60 vjetë edhe 60 me kajt qera së ndryshon as 1 milimetër. Apo, andaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyri në komentin e këtij hadithi se Allahu xhelal nuk i thirr me besimtarët në mërzi, sepse mërzia nuk sjell dobi. E vetmja që sjell dobi prej mërzijës cila është ajo mërzi e cila e kujton gjunahin dhe e shtim me bose vap. E kjo po. Jo një të shire, shumë gjunahe kanë bot kalumën, ta mloj me të ardhmen duke bo punë të mira. E kjo në regull jemi. Ama ti fillon dhe mërzitësh kot, e mbulon ditën me mërzi për atë që ka kalu dje, kot nuk ndronë kur gjo. Kaderi Allahut ka shkue. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith: njeriu kur thot sikur ja qel derën shejtanit. Apo kur thot njeri, sikur ta kisha bërë çeta, s'm kishte ndodhur si kjo. Jo, tash kemi hi ka dera shejtanit. Shejtani më thënë ka me hije, po nuk ka u kry ajo. E kalumja është krye. Këshir në të ardhmen çka mundesh me drejtue. Ka thënë alayhi salatu wassalam: dhe më ruaj o Zot nga paaftësia dhe dëmbelia. Këto e shpjegum në hadithin e kaluar. Pastaj ka thënë: wal jubni wal bukhl. Dhe më ruaj o Zot nga tuta, edhe kjo është për në hadith kalum, edhe këtu ka thënë wal bukhl, prej tutës dhe kooperacijës. Dhe tuta dhe kooperacia i burojnë dhe janë nga njëra tjetrës. Njeri për shembull që si jep pare, kooperaca, po edhe na kooperac. E pse si jep pare? Se tutët. S'është trim. Trimi e nxjerr koletën dhe jep pare, ajo trim. Apo ti shep plot për njerëz që marrin trima, azgana, më ja lip 2 dinar për fukarajën, ti e shaj ditë fartucia. Veç pak se çaty ti nxjerr ti 100 harxhive që kam i bë, veç më se japë fukarajës. Mos ta bëjë ndihmën. Po këtë arsye shiko, trimri është me dhënë sadaka. Trimri është me dhënë sadaka. Trimi jep zakat. Se tutët se ka Allahin e vet xhelal. Abu Bakr Siddiku i ka dhënë këtë parët te pejgamberi alayhi salatu wassalam, as i dinar se ka lënë në shtëpia. Dhe kur e ka pyet pejgamberi sa ka thënë shaka lënë në shtëpia, te kjo trimri. Ka thënë kum lën Allahin dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. E ruan Zoti familjen time. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: wa a'udhu bika min dhala'i ad-dayn wa khalabati ar-rijal. Pastaj ka bënë dua shumë interesant pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thënë: o Zot, më ruaj nga dhala'i ad-dayn. Dhala'i ad-dayn
Ka dhënë dietarët është vështirësia e borxhit. Vështirësia e borxhit. Apo ashpërsia, ki mor parë borxh, e suni ti kthije. Ki mor parë borxh, suni kthen. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, o Allah, mruaj nga vështirësia e borxhit, mos ma bën bar borxhin. Mirë, po shumë interesant se ka përmend shprehjen. Ka thënë wal dhala. Ç'kjo dhala? Ajo është ky brini i shtremt të njëri, i thonë dhala. A piçiti brinit është krijuar Hava, gruaja. Pejgamberi sa më shikoi se ka përshkruajt borxhin. Borxhin e ka përshkruajt sikur rrethi i brinjit, i kockës që e ki mbark. Pse ka përshkruajt kështu? Ka thënë dietar se ja ngatron njerit jetën. Ja ngatron njerit jetën. A e keni pa kur hamish, qoft lopës, qoft pulës, çka do koft? Te ato rrethët e mishave që e ngatrum, menzi e nxjerr mishin. Dola, menzi duhesh ka dale prit, ta largosh kocën e ta merrsh mishin. Kështu e ka përshkruajt pejgamberi sa borxhin, se ta ngatron jetën. E sheh borxhlie në udhës, e lakon udhën, se ki bardh më dhon. E kit këto e vështirëson jetën, ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, o Allah, mruaj pi këtij lloj borxhi, që mban mos më dal njerëzve karshi. Borxhi të ban mos më dal pishpije. Do thum, sha jerim do më dhon varrët, ka amria fo. Edhe pse, shiko, pastaj ka lloj borxhi normal. Ka borxh ti e ki mria fatin, e ki pas me të parin me i dhon, me dytin dytit, me tretin tretit. Ti e di se ka kalua fati. Kjo në rregull, ka bëu dua, ka thënë o Zot, mos më ngarko me këtë shtrembrim të borxhit. Mirë, po ka lloje të borxheve, ti e kon zor, ke mor borxh. A fati ala s'ka ardh. A ma i trin qafti je. E këto ka bo doa tjetër për nga mesem. Ka thonë wa ghalabati rijal, dhe nga mundimi burrave. Çka është mundimi burrave? Ka thonë dietar, kur ti ki borxh, e ai trin qafti vazhdimisht. Çysh trin qaf? Kur ti e ki mria fatin, faji është joti. Ka kalua fati, tash ti që si ki kthi parët, hua marë si du të me hik. Ama ka raste kur borxhdhansi, a ti ka dhënë borxh, ala fati s'ka ardh. Po ti sër që të takon thot, mos haro, edhe 5 muaj vjen afati. Aja fati ala s'ka ardh, aja vazhdimisht ta thekson thot, 5 muaj ai ki babarët. Ti ban ato 5 muaj azapaj. Apo mos haro thot, shumë shpejt vjen afati dhe fillon me tu bë barr. Pra kemi barr kur ti e ke kalu afatin dhe kemi barr që ti se ke mri afatin, ala ki ko. Ti ndoshta i kije mundësit me i këthi, a i vazhdimisht të rinë kryje, parët, mos haro parët, e kështu më radhë. Andaj ka bo doa pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Zot, më ruaj nga shtrembrimi, vështirësia që më shkakton borxhi dhe nga mundimi që më ban ai çka më ka dhënë borxh. Dhe kjo është prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot mund të themi shumë çka për borxhin, nga se nuk kemi tema jo nuk është borxhi, nga se Zoti e ka lejuar me dhën borxh, edhe me marr borxh. Mirë po, Zoti e ka bo me e kthi borxhin. E shumë prej muslimanëve fatkeqësi e madhe, e merr borxhin dhe kur e kthen, të ndërum xhamat, kur ta kthesh borxhin, dush me falendërue hua dhënësim. Dush me thonë Allah i shpërblef që mi dhave parët borxh se kryta punë. Çish ka mri punat e na? Na kena mri punën deri në atë drejtë që t'ja jep borxh. Dhe ku të vene dita me t'i këthir, nëse t'i këthen, se shumë shtirë vjen ajo dit, po hajt pezona që i ka orë që ajo dit, vjen t'i këthen, ti që i te morë borgjit e këthi parën tane, dush mi thonë faliminderit vëllatë që i këtheve. A e kini pasit e ne janë shtrembru punët. Ne e kina bot bardhën, zezën bardhë, edhe japë në zërë si me kone buhorera. A cëli sa për njëzve anë kodë, ato që punë për të mi thonë faliminderit me këti, faliminderit që mi dhave, pi 3.000 euro, faliminderit që mi këtheve 100 euro, inshallah mi këtheve 2.900. Ku ka pa kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur mirë të borxh, e këthen të borxhin ngo, para kohë, edhe i thonë të njeriut, Allahu shpërbleft, që edhe pak parë shtes. Faliminderit që ma sos e punën. Pa i ti ka sos punën, mëra ti ka dhënë parë, ti që ki pasë hiq, ti ka dhënë grumull, borxh. Ti e ke kry punën, ti pas atë parë se ne kryshe punën, dhe vjen puna që ti e kthen borxhin, apo dhe ti e me thon faleminderit ta. Ama çu shipja kjo faleminderit ta sosa unë punën ta. Andaj, shiko pejgamberi alayhi salatu wassalam shkonte çdo sen në vendin e vet.
Dhe kjo është ka të ndodhë të na, është kaos i madh. Kaos i madh që borxhi, krymja e një detyre me kanë, me shtin borxh njërin 2 herë. Me shtin njërin borxh 2 herë. Një herë që ti ka dhënë parët, edhe një herë me të ngajt ai ti e ku i e kusie, ti ja kthesh parët e veta. Dhe e ban njërin lyps me parët e veta. Jo, e pastaj shumë njerëz normal se pyesin hoxha, çish më ia dhon be borxh, po duhet me ngajt më sa më ket. Unë duhet me ngajt. Ky kur duhet me mor parët, ma gjen numrin. Kur duhet mi kthi, s'ka numër, se ne gjen kërkon. Por gjasë duhet me pas kujdes besimtari që mos ta sjell veten në këtë drejtë. Për haditheve tjera që ka sjellë Imam Buhariu, hadithi i radhës ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej me këtë dua, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni innaka antal muqaddim wal muakhir la ilaha illa ant. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dua, o Allah, falmi gjunahet që i kanë bërë të kaluar. E shiko, që ka lidhë Imam Buhariu, e vetëmja mërzi apo e vetëmja e kalume që ja vlen me e kalu, cila gjunahi që shtit të ube me bo, thu e kom bo një gjunah, o Allah falma, ti e u ktheve në kalumen, ama e kalume cila nëzit kajrë për të ardhmen, ti tash e kalove e ktheve datën e hershme që ka kalu, po ajo e kalume të shtini me thane astaghfirullah, o Zot ma falë se kom bo gjunah. Pra çdo kthim të kalumen që të shti me bo toba është kthim i mirë. Në ndërsa çdo kthim të kalumen që të shti vetëm mu hin siklet në shqetësim pa asnjë lloj pendimi, ajo e kalume nuk ka nevojë për të kujtuar. Shiko pejgamberi alayhis salam çka thonte, Allahumma ighfir li ma qaddamtu. O Allah, atë çka e kam bë të kalumen, falma. Çka ka bë pejgamberi sallam? Kur gjos ka bë, po na ka mësuar neve. O Zot, falma të kalumen. Wa ma akhartu. Falmi dhe ato gjunahet që kanë ashtë i bajnë të ardhmen. Falmi dhe ato gjunahet që i bajnë të ardhmen. Pa paramendim, jo me paramendim. Disa njërës tojnë, o Allah ma falë se e ka mund e që gjeni pun, ta marru një do kredit që ati mësë një, ama ti falma është, unë në pim fillim jam të bëtë të ube. Ka me vedhë, unë ama ti falma, apo, ka e vedhë. Jo, nuk shko kështu. Jo, nuk shkoll. Duhet njeri mës me ba gjuna me paramendim. Thot pejgamberi alayhis salam, o Allah, më fal ato që i kanë bë tinza. Dhe falmi ato që i kanë bën publik. Shiko, njëri bën gjuna e tinza, njëri bën gjuna e fshehtas. Kur kush se di? Dhe çka më e keqja të ndurum xhamat. A di ç'është më e keqja? Njëri me bën gjuna e tinza, edhe në vend se me ul kokën, sa je di se ka bën gjuna tinza, ka bën mëkat Allahu tinza, në vend se me mbulu gjunahin me teube dhe me kokule, ai e mbulon gjunahin me çfarë? Me kapadëllëk. Munohet të mushtir kishe s'ka bo gjuna. Gjunaj s'mlohet qështu. Ti tu na kallëzu neve që s'ki bo gjuna, ti se mlon gjunahin. Ti mundesh për një periudhë me na bin neve që shumë i mirë ka ke. Po ti se ki fshinja gjë, se ki fshi gjunahin. Gjunahin fshinjet vetëm me punë të mira. Shiko që ka thënë alayhis salam, o Allah, falmi gjunahin që i kam bo tinza, dhe falmi gjunahin që i kam bo publik. Dhe pasaj që ka thënë, o ma ente a'lamu bihi minni. O Zot, falmi dhe ato gjunahe që ti e di ma mirë se unë i këmba se sa vetune. Qysh mundet kështu? Që kemi gjunahe të kaluara, tashme, të ardhme, gjunahe publike të fshehta, apo? Dhe kemi gjunahe ti i ki bon si di që janë gjunahe. Ti e di, ti thu kur gjoz bona ule, ama jo gjunahe. Ka gjunahe që ti e logaritë do baraz. Ka gjunahe që njerin nuk e logaritë gjunahe. Ka njerës që gjunajnë e logaritin se vab. Qa bona me të tunës, bona kur gjo, bile unë e mirë bona. Dhe kjo më ku kalon njeriu kësi faza të mpirjes, ku njeriu kalon nga dyrët e faraonit dhe shejtane, ku të mirën e logarit të keqe dhe të keqen të mirë. Pas të ka thënë pejgamberi alayhis salam, inneke ente al muqaddimu wa al muakhir. O Allah, tia i cili dikan e le pas, dhe tia i cili e le dikan para. Dhe njëzë këta e harrojmë. Ai i cili jep njeriu sukses është Zoti i Madh xhel xhelalu. Mu çuki dunjaja pesh. Vesh 1 gram më shumë pozit me ta dhënë ta japim. Dhe mu çuki dunjaja pesh. Dhe me ta marrë vesh 1 gram pozit që Zoti do me ta dhënë, se ta marrim. Se ente al muqaddim wa ente al muakhir, ka thënë alayhis salam. O Zot, ti ka ndoje le prapa, ka ndo ti le para.
S'ka kurkush dorë përveç Allahu subhanahu wa taala. La ilaha illa ant. Ka thonë nuk ka zot I cili meriton adhurimin me hak përveç teje. Kjo ka qenë prej duajës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej duave tjera që ka bëu pejgamberi alaihi salatu wassalam në këtë varg duash, ka qenë edhe duaja të cilën e ka bëu pejgamberi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni es'aluka al-huda wal-afafa wal-ghina wat-tuqa. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam, o Allah, kërkoj prej teje të më japësh udhëzimin, të më udhëzosh. Çka është udhëzimi? Udhëzimi është që të brendshmën tane dhe të jashtëmën tane ta futësh mbi binarët e Zotit. Apo me fjalë të tjera, sikur që thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, ta dish në çdo sekond dhe në çdo vend cili o farzi I Allahit në çat moment. Ç'kjo udhëzimi? Për shembull, ti e di se në ora 1, thirr ezani xumajës. Në ora 1, ditën e xumë, thirr ezani xumajës. Udhëzimi I Zotit ditën e xumë në ora 1 cili me qenë xhami, me prit, me fal xumajë. Kjo është udhëzimi I Zotit. Pastaj, në 4 regjis, ti e di se është ikindia. Udhëzimi I Zotit është që 4 regjimes me gjet në ikindi. Ora 8, e di që thirr akşami, du të me gjet në akşam. Në jaci du të me gjet në jaci, në sabat du të me gjet në sabat. Se kjo është udhëzimi I Zotit. Në Ramazan du të me kanë agjërushëm, që kjo është udhëzimi I Zotit. Apo, në punë, kur t'jesh du të me kanë besnik, transparent, mos me vjedh, me kanë korrekt, që kjo është udhëzimi I Zotit. Me familjar, cili është udhëzimi? Mu sill mirë me ta. Me mat vjetën, cili është udhëzimi? Mu sill mirë me ta. Me mat doptin, cili është udhëzimi? Me mëshirua se I dopta, I fa, gjuna, çka kemi bë? Apo, me dostin, du të me respektue. Sepse udhëzimi I Zotit është ajo dosta. As bab se ki, pa as cull se ki. Disa njerëz nuk dinë me I dallue. Këtë njësoj e trajton. Apo, për këtë arsye udhëzimi I Zotit, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, është në çdo moment dhe në çdo vend. Me sicilin çka e ki përpara, me ditë çka më bëhe. Ç'kjo është udhëzimi I Zotit. Ka thënë alayhi salatu wasallam, o Zot më jep çdo udhëzim. Ta di sa herë çka më bëhe. Ta di sa herë çka më bëhe. A ka njerëz që thotë, unë s'di çka më bëhe. Po çu nuk di se s'ki udhëzim. Unë nuk di. Vën namazit do se zvakti. Apo vën sa njerëz verës ankohen pinxatit, dimri thotë nata gat, nuk shkon nata. Shimi nuk shkon nata, muslimani si del koha. Muslimani në realitet nuk del koha, se jo vendi ku mbillet për ahiret, ti të mbjell ahiretin tan. Ti të mbjell ahiretin tan. Ti në shtëpi kësaj bote me ndreq, njerëz ti çet. Parët harxhon. Shtëpi kësaj bote pilloçi. Para me ndërtimi I ahiretit, ç'po ki vakti. Apo në njëri ti me nxjerr pi punës që atë ndrej shtëpinë, thotë mos ma u vakti vëlla se kam 100.000 punë thotë kam. Honë thotë krijen se di ku e kam të ndrej shtëpinë. Mirë, po shtëpinë kësaj bote atë ndrej. Ama krijen se di ku e kam. O qish mundet një njeri që atë ndreq ahiretin, u ka shtëni kokor shpinës, s'kam vakt une. Jo, s'ki udhëzim, si të di që ka me bo. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, të kërkoj t'lus, jepëm udhëzim. Pastaj ka thënë, wal afaf, o Allah, më jep qiltërsi, nder, moral. Sa për njerëzve, ju mungon morali, ndershmëria, që do më thonë nderi, kur ti I paprekshëm. Vajza pa u martue, a I thënë në beqare, e virgjër, ajo është nder, ajo pasuri, e virginiteti, beqaria, a është veç të gruaja pa martume? Jo, ndërshmëria, virginiteti është shumë gjëra, ku njeri për shembull një losët shumë punë, apo njeri është I pastër, I paprekshëm, apo I ka limit, kjo është s'është jemi, ta nuk e preki. Dora eme nuk përlihet me këta. Kjo është ndërshmëri. E ka lutë pejgamberi alayhis salam Zotin e vet xhelal ka thënë Allah wal afaf, bën të ndershëm, që mos jemi pa ndershëm. Pastaj ka thënë wal ghina, dhe o Zot më jep pasuri. Mirë, po dietar kur e kanë komentuar këtë fjalën el ghina, ka thënë s'ka lip parë pejgamberi sa, ka thënë ka lip pasuri. Po t'jam I mjaftuar me çfarë më ka thënë Zoti xhelal xhelalu. Pastaj ka thënë wat tuqa, o Zot, më jep devotshmëri. Tuqa është friga për Zotit dhe ecja në rrugën e Zotit me frikë. Kur ti ec në rrugën e Allahit, në udhëzimin e Zotit, ama ki tut. Apo ki tut. E ka vetë Ebu Musa el-Esh'ariu, Omer Khattabi ka vetë Ebu Musa el-Esh'ariu, ka thonë çka takvalloki? Ka thonë o prisi musliman, apo ti dyti sahabi ti e di këtë punë. Ka thonë budu me një pitije. Ka thonë çka takvalloki?
Ka thonë o prisi muslimanëve, a ke morë dë njerë udh me thera, ur me gjemba? Ki shku një udh, mal, ki gjemba. Mirë po ti dush me kalu atë udh. Ka thonë po kam kalu. Ka thonë qëshja ke kalu? Ka thonë ka dale, tu hec, mos shpona që tu, mos shpona që aty, edhe në fund këm dal. Ka thonë që kjo të këvëllëki? Dunjaja ka gjemba, ka thera, harame ndryshme, provokime ndryshme, ngacmime ndryshme. Dhe ti ka dale, mos shpona që tu, mos thëmbona që tu, ka dale, heke këta që tu ka dale, edhe me izën Allahu Gjellola e kalon këtë ciklet. Kjo është takvallëku. Kjo është takvallëku të cilën ka bo dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dua tjetër që ka bo pejgamberi alaihi salatu wassalam, thot se pejgamberi alaihi salatu wassalam e ka bo këtë dua: Allahumma tahhirni bithelji wal barad wal ma'i al barid kama yutahharu ath-thawbu ad-danasu min al-wasakh. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'u as-sama'i wa mil'u al-ardi wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du. Dhe kjo dua shumë krahasim figurativ i fuqishëm nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të ndërum gjëma, sikur që përlijet tesha e jashtme, shpeshar përlijet edhe shpirti për mrejna, ama ti nuk e shef ata. Shiko që ka po dua pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë: o Allah, pastrojëm me akëll dhe breshër dhe ujt ftoft. Ka po dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o Allah, pastrojëm me akëll, me bresh dhe me ujt ftoft. Por çfarë arsye? Ujtë të ndërum gjëmat pastron çdo njollë, çdo pa pastërti. Mirë po njerëzit zakonisht i pastrojnë këmishat e veta, teshat e veta. Një njollë me postot prit kthena, hi mrena në shtëpi, ktheja te pastron, apo jo veç kaç, jo veç mos me kanë përlime, edhe pa hekuros me kanë. Po s'moj me dalë se duhet me hekuros. E mirë, e mbrëmshme, tesha e mbrëmshme, shpirti, sa shpesh është i përlim. Që shto të i Qayyim el-Jawziyja, sa njeri ka gjuna, e aj gjuna se le me më mirë. So i përlim, so hadithës që ale njeri shenjë. Pse e ka fiksu me bëha gjuna, ka të kia, ka përlime ata. Sikur që ka thonë alayhi salatu wassalam, vazhdo në robi me bëha gjuna mas gjunahe, dhe i vendosin pika, dzeza, deri sa i bëhet zemra zi. Apo, i bëhet zemra zi, dhe nuk sheh post kundër të gjërave. Që ka thonë: o Allah, më pastron me akull. Me akull. Djetarët, kër kanë komentu këta, kanë komentu në komentit ndryshme. Pse me akull, pse me breshër, dhe pse me ujtë ftoft. Pse me ujtë ftoft. Zakonisht, gjërat, ne i lajmë me ujë për me hek lum pak. Si qëtohet lumi, dhe si tjetë në gjitë lumi me kanë, me teshën, duhet ujtë nëzet. Pastaj edhe elemente tjera për me nda lomin prej teshës. Ashtot edhe ujtë nëzet, po, në regull. E pse pejgamberi se më ka thonë: o Allah, akëll, breshër edhe ujtë ftoft. Pse? Sepse sa i përket nëzetësijës dhe nevojën për nëzetësi, këtu nuk e kemi. Apo, ti për shembull i shti teshat në makinë, edhe sa ma shumë që duhet me ja unëzirë atë njollën, e shton nëzetin. Nëzet në valë që mu da lobi për teshës. Në regull. E mirë, pse këtu ka arë mujtë ftoft? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sepse këtu ka një sekret që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e ka kallëzuar nëpërmjet duajës. Cila është ajo? Se nxehtësinë e ka shkaktuar gjunaji. Ti nxatin e kije. Nxehtësinë e ka shkaktuar gjunaji. Andaj duhet pastrim dhe çfarë? Dhe klimë ftoft për gjoksin. Sepse mëkati ta nxehë trupin, sikur që ta nxehë virusi trupin, ta jep temperaturën. Dhe ti për me mbruën vllat, duhet më dhon barna. E mirë, çka i ban mëkati shpirtit? E nxehë. Apo, a ki pa këto? Ndash bigjoz, ndash kazino, ndash zina, ndash muzikë, thot, jam nxehë. E nxehë, s'mush më ka një ftoft këtu. E apo flaka i del, thot, jam nxehë me lujt, jam nxehë me kësi, i nxehë, apo. E që ka thonë, o Allah, pastron me akëll. Flaku ka boki, apo. Po shema i ka për raki, nxehet ka krija, nxehet ka menja, do nxehen paraki. Nxehen paraki, kush ka për raki, nxehet ka krija. E që ka për nga me samë, që ka po doa? Ka thonë, o Zot, këto më katët, që ka këto nxehtësit e une. Qysh me hek? Ka thonë, me akëll. Me akëll, e vënë në akëllin, edhe ajo fillon edhe me të pastru, edhe t'jap uj,
dhe ta heket çfarë? Ta heket nxehtësi. E para, e dyta. Akulli e përçon ftoftin te ti. E akulli për me përquë du të me nejt aty. Pra sikur që ka nejt gjunahi, du të me nejt akulli për me mujt me ek, me ngrejnë nxehtin edhe me ta përquë ti ftoftin. Sepse mëkati nuk heket me dorë. E ke bo njëri 20-30 vjetë e ka bo një gjuna. Ti të 30 vjetë ka mundësi nuk lahet. Do munohen me mashtru Zotin, jam penduane. Kujton që ç'është leta më pendu. Astaghfirullah wa atubu ilej. Kjo fjalë goje është. Kur ta nxjerrsh praktike të astaghfirullah wa atubu ilej, atëherë e pendue. Andaj ka thënë Allah, pastron me akëll që të ma largoje edhe gjunahin, po të ma ftofe shpirtin. Se une kur kumbo më katë, edhe pse pejgamberi sa këtu nuk flet, apo këtu ka fol për mangësi që ai ka synu te Zoti vet xhelel xhelalu prej mungesave të adhurimit. Ai di që ka llogarit pejgamberi sa gjuna. Nëse s'ka mujt më fal tan natën, e jo gjuna çka i bojnë ana. Hasha wa kella. Pejgamberi sa ka qenë mbrojtër për kësaj. Pastaj ka thënë wal barad. Dhe ka thënë o Allah, më pastro me breshën. Apo me breshën. Por çfarë arsye? Që ajo enzimja e gjunave të merë pamje tjetër. Cila është ajo? Tash pamje e bardhësijës. Bora e kiva kur e mblon? I mblon gjunaat, i mblon të metët. Sa gropat e sa loqin vjen bora për një sabah, për një mëngjes i mblon krejt. Kështu ka bëu dua pejgamberi alayhis salam. O Allah, pastron me akull pi mrena, po edhe pi për jashtë, nëse më kanë nxin diçka gjunahi, mbloma me breshë. Jo pa, kjo ka qenë prej duave të pejgamberit alayhis salam. Pastaj ka thënë wal ma'il barid, dhe me ujë ftoft. Dhe me ujtë ftoft. Pro tani lajëm komplet mirë dhe dalë. E ki po njëri kur del mas ujit, mas guslit, mas tushit, deli freskët. Deli freskët. Pse? Kejta të njollat që i ka pas, dhe tash ka një vullnet tjetër dhe ka një ambicje tjetër. Kështu e ka përshkujt pejgamberi selam. Lamjen e mbrëndshme, sikur që bëhet e lamja e jashtme. Dhe kjo është prej shembullimive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë, o Zot, më pastro sikur që pastrohet petka e një lost me prej lycive. Sikur që ja hek petkës atë njollën, që ashtu pastroma edhe muhe shpirtin. Këto ka qenë prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur thot Enes ibn Malik, shpesh e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke i bërë këtë dua. Lutim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mundson që edhe ne ta lutim Zotin me dua që i ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na pastron me akull, me breshër dhe me ujë të ftoft. E lutim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mundson që mos i bëjmë mëkat Allahu subhanahu wa taala. Nëse bëjmë, Allahu na fal. E lutim Zotin e Madh xhelal xhelal që Zoti jon te bareke ve taala kudo që ja kemi çollue, Zoti na shpërblen. E kudo që kemi gabue, ajo ka qenë prej neve dhe prej shejtanit. Lutim Allahun që Allahu na fal. E lutim Allahun subhanahu wa taala që në këtë ditë të Dhulhijhes kudo që ka marr rrugën për hax, Allahu t'ia bën qabul. E kudo që ka thërr kurban, Allahu t'ia bën qabul. E kita ta vëllezër dhe ata motra muslimane që s'kan mujt me bë haxhin apo s'ka pas mundësi të thërrin kurban, Allahu t'ua mundson që të thërrin kurban dhe ta bëjnë haxhin çashtu siç e lip Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh që Allahu musliman kudo që Allahu t'i ndihmon, s'kam orët nevojtarët, bonjakët, jetimat të vetë të gjithë Allahu t'ia bën rahmeti vet. Edhe neve bashkë me ta aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.